Sara kishte pritur me padurim të takonte të fejuarin e djalit të saj, Danielit, pas viteve që ai kishte studiuar jashtë vendit. Kur më në fund përriti në vendin e dasmës dhe përqafoi Elenën për herë të parë, diçka te vajza e re i duke çuditërisht e njohur. Ndërsa Sara u tërhoq nga përqafimi i tyre, ajo papritur ngriti dhe shikoi Elenën në heshtje të plotë. Victoria Adams kishte rritur djalin e saj, Nathan, si një nën beqare pas vdekjes së burrit të saj 5 vjet më parë. Kur Nathan mori një bursë të plotë për të studiuar inxhinieri kompjuterike jashtë vendit, ajo ishte jashtëzakonisht krenare, por e dëshpëruar që e pa të largohej. Victoria dha gjithçka për të rritur Nathanin. Programi i ngarkuar bëri që Nathan të kthehej rrallë në shtëpi. Lidhja e tyre kufizuan në emaile të herpashershme dhe telefonata të shkurtra. Pas diplomimit, Nathan siguroi një pozicion prestigjioz në një kompani të madhe teknologjike. Puna e tij konsumonte kohën duke bërë komunikimin edhe më të rrallë. Victoria kuptonte ambicien e tij, por i mungonte shumë. Pastaj një telefonat e papritur ndryshoi gjithçka. Zëri i Nathan gufonte nga entuziazmi ndërsa ndante lajmin që bëri zemrën e Victorias të hidhej. Ai ishte fejuar me një grua të mrekullueshme të quajtur Sofia dhe donte që nëna e tij të merrte pjesë në dasmën e tyre pas vetëm 2 javësh. Pavarësisht fluturimit të shtrenjtë ndërkombëtar që do të rëndonte financat e saj, Victoria nuk mund të humbiste ditën e veçantë të djalit të saj. Ajo kishte sakrifikuar kaq shumë për të arritur, dhe ky moment nuk kuptonte gjithçka. Vonesat e fluturimeve testuan durimin e Victorias. Ajo mbërriti vetëm pak orë para ceremonisë, e raskapitur, por e vendosur të mos bete lumturinë e djalit të saj. Vendi elegant i hotelit i mori frymën. Nathan e vuri re me një herë dhe vrapoi drejt saj me gëzim të madh. Nathan mori dorën e nënës së tij dhe e çoi drejt një grupi njerëzish pranë zonës së pritjes. Entuziazmi i tij ishte ngjitës ndërsa përgatitej të bënte prezantimin që kishte pritur për muaj me radhë. Sofia dallohej menjëherë. Ajo ishte e bukur dhe elegante, me sy të ngrohtë që rrezatonin mirësi. Kur Nathan i prezantoi, Sofia doli përpara me entuziazëm të sinqert, duke përqafuar Victorian si familje. Sofia foli ngrohtësisht për sa shumë Nathan fliste për nënën e tij dhe sa mirënjohëse ishte që Victoria kishte rritur një burr kaq të mrekullueshëm. Por ndërsa përqafonin, ndodhi diçka e çuditshme. Sytë e Victorias kapën shpatullat e Sofias dhe fryma i ndaloi. Atje, qartë e dukshëm, ishte një shenjë lindje e veçantë në formën e një hëne. Mendja e Victorias filloi të vraponte. Shenja e lindjes duke saktësisht si një që ajo mbante mend nga shumë kohë më parë. Por kjo ishte e pamundur apo jo? Ajo përpoq të largonte mendimin, por diçka thellë brenda nuk e linte të shkonte. Gjatë bisedës së tyre, Victoria gjeti veten duke studiuar Sofian më me kujdes. Sjelljet e saj, buzëqeshjen e saj. Zemra Victorias rinte fort, ndërsa kujtimet e varrosura filluan të dilnin në sipërfaqe. E pa për të frenuar kuriozitetin e saj, Victoria përqafoi Sofian përsëri, këtë herë me qëllim. Ndërsa përqafoi, ajo lëvizi dorën pas veshit të majtë të Sofias. Gishtet e saj dridheshin, ndërsa gjetën saktësisht atë që kërkonte. Një nishan të vogël, unik, që ajo i kishte puthur pafundësisht 24 vjet më parë. Victoria lëshoi një pshërëtim të dëgjueshme dhe u tërhoq mbrapa. Fytyra e saj u zbardh. Dhoma duke sikur rrotulloi ndërsa e vërteta e pamundur e goditi si rufe. Sofia shikoi me shqetësim, duke pyetur nëse ndjej mirë. Pa shpjegim, Victoria u kthye dhe nxitoi të largohej nga vendi, duke lënë të ftuarit e dasmës të udhëtuar duke përshpëritur mes vete. Nathan shikoi tronditur, ndërsa nëna e tij praktikisht vraponte drejt hotelit. Sjellja e saj krejtësisht jashtë karakterit. Sofia qëndroi e ngrirë, duke pyetur veten çfarë kishte bërë gabim. Nathan shpejt kërkoi falje dhe ndoqi nënën e tij. Ai e gjeti Victoria në dhomën e saj të hotelit, ulur në krevat me kokën në duar. Ajo po dridhe në mënyrë të pakontrollueshme. Lotët rrëshqisnin në fytyrën e saj. Nathan nuk e kishte parë kurrë në një gjendje të tillë. Ai kërkoi përgjigje. Zëri i tij ishte i përzier me shqetësimin dhe zhgënjimin. Çfarë kishte ndodhur? Pse kishte ikur nga dasma e tij? Victoria ngriti syt me dhimbjen që ai nuk e njihte. Victoria këmbguli se duhet të fliste me prindrit e Sofias menjëherë. Toni i saj ishte urgjent dhe i dëshpëruar në një mënyrë që bëri stomakun e Nathan të bjerë. Ai u përpoq të merrte më shumë informacion, por Victoria refuzoi të shpjegonte, derisa familja e Sofias të ishte pranishme.
Me ngurim, Nathan thirri prindërit e Sofies. Ata ishin të kuptueshëm, të hutuar për ndërprerjen e ditës së dasmës së vajzës së tyre. Kur mbërritën, atmosfera ishte rënd në tension. Victoria mori frymë të thellë dhe bëri një akuzë që theu heshtjen. Ajo shikoi drejt për drejt prindërit e Sofies dhe deklaroi se ata i kishin vjedhur vajzën e saj 24 vjet më parë. Akuza qëndroi në ajër si një bombë. Prindërit e Sofias reaguan me tronditje dhe zemërim, duke kërkuar të dinin për çfarë po fliste Victoria. Përmes lotëve që ishin ndërtuar për më shumë se 2 dekada, Victoria tregoi historinë më shkatërruese të jetës së saj. 24 vjet më parë, Victoria kishte jetuar atë që mendonte se ishte një jetë perfekte. Ajo kishte një burr të dashur dhe një vajzë të bukur 1 vjeçare. Ata ishin me pushime në Filipine kur tragjedia goditi. Vajza e tyre e vogël u sëmurë rënd nga një reakcion alergjik. Spitali lokal u bë shtëpia e tyre e dytë, ndërsa Victoria dhe burri i saj luftuan për të shpëtuar jetën e vajzës. Faturat mjekësore po shtoheshin dhe burri i saj u largua për të rregulluar fonde emergjence, ndërsa Victoria qëndronte pranë krevatit të fëmijës. Ajo nuk ishte fjetur siç duhej për ditë. Lodhja më në fund mori kontrollin ndërsa e dremiti në karriken e pakëndshme të spitalit. Kur Victoria u zgjua, bota e saj u coptua. Krevati ishte bosh. Vajza e tyre ishte zhdukur pa lëngjur. Stafi i spitalit pretendoi se nuk dinte asgjë. Pamjet e sigurisë u zhdukën në mënyrë misterioze. Pavarësisht javëve të kërkimit të dëshpëruar, angazhimit të hetuesve privat dhe lutjeve ndaj autoriteteve, Victoria dhe burri i saj u kthyen në shtëpi me duar bosh dhe zemërthyer. Humbja e konsumoi burrin e saj. Shpirti i tij nuk u rikuperua kurrë dhe ai vdiq 5 vjet më vonë, duke lënë Victorian plotësisht vetëm. Prindrit e Sofies dëgjuan në heshtje të tronditur, por këmbgulin se nuk kishin bërë asgjë të gabuar. Ata shpjeguan se kishin adoptuar Sofian ligjërisht nga një jetimore filipinase, kur ajo ishte 6 vjeç pas luftës me infertilitetin për vite me radhë. Ata kishin dokumentacionin e duhur që provonte se adoptimi i tyre ishte legjitim. Tensionet u përshkallëzuan ndërsa të dyja palët u bën emocionale. Victoria kërcënoi të thërriste policinë nëse nuk i tregonin të vërtetën. Prindërit e Sofias u bën mbrojtës duke këmbgulur se kishin ndjekur të gjitha procedurat ligjore, por konfrontimi do të merrte një kthes të papritur. Sofia u shfaq në derë duke dëgjuar bisedën. Fytyra e saj ishte e zbetë nga tronditja, ndërsa hyri në dhomë, duke shikuar mes Victorias dhe prindërve të saj adoptiv, me konfuzion në rritje. Sofia konfirmoi atë që prindërit e saj thanë për adoptimin në moshën 6 vjeç, por ajo shtoi detaje tronditëse. Para adoptimit ajo kishte jetuar në rrugë, duke mbijetuar pasi ishte ndarë nga familja e saj origjinale në një moshë shumë të re. Victoria dinte se kishte vetëm një mënyrë për të zgjidhur këtë situatë shkatërruese. Ajo kërkoi një test ADN-je për të provuar atë që zemra e saj tashmë dinte. Pavarësisht protestave nga prindërit e Sofias, u bën aranxhime për testim të menjëhershëm. Kur rezultatet u kthyen, ato konfirmuan frikën më të keqe dhe shpresat më të mëdha të Victorias. Testi doli pozitiv. Sofia ishte vërtet vajza e saj e humbur që ishte zhdukur nga një spital Filipinas 24 vjet më parë. Zbulesa shkatërroi Sofian, e cila kuptoi të vërtetën e tmerrshme për atë që ajo nuk kuptonte. Ajo kishte rënë në dashuri dhe të martohej me burrin që tani e dinte se ishte vëllai i saj. Mendimi e bëri fizikisht të sëmurë dhe ajo u rrëzua. Por Nathan, duke parë ankthin e nusës së tij, zbuloi një sekret që do të ndryshonte gjithçka përsëri. Ai shikoi Victorian dhe Sofian dhe shpjegoi se Victoria nuk ishte nëna e tij biologjike. Victoria kishte adoptuar Nathan vite pas humbjes së vajzës së saj, duke derdhur të gjithë dashurinë e saj anëtare për të rritur atë. Ai nuk ishte i lidhur me Sofian me gjak. Dashuria e tyre nuk ishte ndaluar në fund të fundit. Ndërsa familjet u mblodhën për të përpunuar këtë kthes të jashtëzakonshme të ngjarjeve, të gjithë luftuan për të kuptuar çfarë kishte ndodhur. Kundër të gjitha gjasave, zemra e Nathan e kishte çuar pa e ditur te personi vetëm që mund të ripashkonte nënën e tij adoptive me fëmijën e saj të humbur. Dasma vazhdoi, duke u bërë diçka shumë domethënëse se sa dikush e kishte imagjinuar. Nuk ishte vetëm një festë e martesës, ishte ribashkimi mrekullueshëm i një familje të thyer, më në fund të bërë të plot. Pas 24 viteve ndarje, një nën kishte gjetur vajzën e saj përmes rrugës më të papritur të imagjinueshme. Dashuria i kishte rikthyer bashkë. Çfarë do të kishe bërë nëse zbulon një të vërtet kaq të pabesueshme në dasmën e fëmijës tënd?